Ky është një tjetër mësim, shumë i shtrenjtë, i bulevardit Flamingove. Dhe nga këto mësime, lindi edhe ky dokumenti i parë që kam sot. E kam titulluar me një emër shumë të vjetër dhe shumë të madh. Besa. E di që ky emër do hap debat, por e zgjodha edhe sepse ha debat. Asnjë fjalë tjetër të gjuhës tonë nuk gjeta që ta thotë më qartë çfarë kthese i duhet mandatit të katërt. Që njerëzit e këtij vendi të mos i përjetojnë më vendimet tona si prerje në besë. Të mos ndihen më të padëgjuar, të painformuar dhe përveç se të padëgjuar, të painformuar, të papërfillur. Po nuk do shtjelloj këtu dokumentin larg qoftë, se është më shumë faqe se sa fjalimi, që siç e shihni është karakteristikisht jo i shkurtër. Do të ta merrni të gjithë me vete për ta shkoqitur qetësisht gjatë pushimeve, sepse është i hapur për, siç thash, kontribute. Megjithëse e di që përpara se të filloni ta lexoni, do jetë hedhur nëpër kanalet sociale, i mbuluar me pupla sorrash. Mirë, ky ishte deklarimi i kryeministrit Rama për sa i përket dokumentit të titulluar Besa. Llangozit ta nisim së bashku. Tani, në kuptimin tuaj, çfarë është Besa që po kërkon apo po ofron kryeministri dhe po kërkohet vonë apo është krejt në kohën e dur? Andi, unë e kërkova këtë dokument se më bëri kurioz, tash hajde më base ne do bëhemi pjesë e Besës kryeministrit, por nuk e gjeta. Nuk e di, e ka publikuar në një media të gjithë dokumentin? Këtë nuk e di, të paktën nuk e kam parë të plot edhe unë gjatë kërkimeve të mia. Se herë, këtu nuk ka dokument fare. A ishte i faqe para ty, edhe një propagandë nga ana tjetër, për të bindur shqiptarët, dhe unë mendoj që kjo letër që nxori kryeministrin pa, është kali trojës për të mposhtur protestën. Pra, ai po ju fut në mes që ne shiko se duhet t'i zgjasim dorë njëri tjetrit, japim Besën që shikohen do punoj për ju. Dhe ne do këtë ta bëjmë për 90 ditë sipas atij. Po ne po bëjmë 14 vjet që presim të bëhet diçka për vendin tonë. Çfarë është bërë për 14 vjet? Është bërë grabitje, është bërë manipulim, është bërë vjedhje, është shitur Shqipëria, janë shkatruar spitalet, u larguan mjekët nga Shqipëria, u larguan të rinj nga Shqipëria. Kjo është Besa, çfarë Besë do japi ky atyre njerëzve që janë larguar nga Shqipëria për shkak të mos qeverisjes së drejtë të këtij kryeministri? Çfarë Besë do t'i japin atyre që kanë krijuar familje në Europë? Çfarë Besë do t'i japin trurit të kombit shqiptar që është marrë nga Europa dhe nga bota? Ne kemi mjekët, mjekët tani ka Gjermania punojnë atje. Ne nuk i kemi, e kishim pasuri kombëtare. Pasuria jonë kombëtare na e morën. Për shkak se nuk ishte qeverisja dur. Ne kemi shkatrim sistemi drejtësisë. Ne kemi shkatrim në çdo fushë. Atëherë çfarë Besë do t'i japim ne kur një qytetar nuk merr të drejtën e vet të pensionit dhe rrit 20 vite në procese gjyqësore? Çfarë do t'i japim Besë ne kur një gjyqtar patronazhist i rrëzon të drejtën e pensionit një kooperativisti? Sepse kështu e ka uzuar fryma e partisë. Ne kemi gjyqtarë dhe prokuror partijak sot, që komandohen si telekomand nga kryeministri. Dhe ne nëse nuk do kemi drejtësinë, ne nuk do kemi më shtet. Drejtësia përfundimisht është e kapur nga shteti, nga qeveria, nga kryeministri. Dhe ne nuk mund të pretendojmë më për Besë, sepse Besa nuk është kryeministri, po është drejtësia. Sepse kur ai kryeministri e shkel atë marrëveshje që ka propozuar, do shkojmë gjykatë. Edhe kur nuk kemi gjykata, ku do shkojmë? Kur ne kanë zaptuar gjykatat, patronazhistët, personat që kanë shërbyer pushtetit, si Ina Rama me kompani që kanë dalë atje pas lloj procedure u bën gjyqtar. Dhe ne nuk mund të pretendojmë për Besë, se na nxjerr kryeministri një flet A4 me ngjyra e duke na thënë ja ku e keni dokumentin. Duhen prova. Po mirë tani, avokat.
A mendon se është një strategji e mirëfillt e qeverisë e cila pasqyron reflektimin që ka ardhur nga protesta e këtyre afro 2 muajve, apo është strategji që sigurisht pushtetet kërkojnë për të mbajtur në kontroll situatën? Tu kemi kalin e Trojës dhe nuk duhet ta besoj askush. Se kryeministri po mashtron, është duke ju dhënë diçka, një letër A4 dhe shko sa tallë se është kjo. Se çdo lloj projekti publik, çdo lloj udhëzimi, çdo lloj projekt që mund të bëjë qeveria, duhet ta shohim ne, bëhet publiku, duhet ta di publiku. Është dakord se është dakord, kush është ai pa konsultim publik? Ta nxjerrë atë ç'a mendon, ta nxjerrë, ta marrë vesh ç'a do bëj ky për 90 ditë, se pas ka shkopi magjik që për 14 vjet ka vjedhur dhe për 30 ditë, 60 ditë, 90 ditë do bëka Shqipërinë. Kush e ha këtë? A e besojnë më shqiptarët një gjë të tillë? Nuk e besojnë. Sepse një pa besë nuk mundet kurse si ti besojmë se po na jep besë. Një kryeministër që përdor një fëmijë autik, nuk mund t'i besojmë që do bëjë Shqipëri. Nuk i beson njeri. Dhe unë mendoj, nëse do jetë një karem për të ulur ritmin e protestës, është e gabuar. Sepse nuk mund ta shikojmë kryeministrin ne të bëjë autokritik kur ai është përgjegjësi numër 1 për çdo lloj grabitje në Republikën e Shqipërisë. Nuk mund t'i besojmë ne autokritikës së një kryeministri që ky kryeministër bën mbledhje me grupe kriminale, që jep 60% të lejeve grupeve kriminale, leje të ndërtimit në Shqipëri. Si mund t'i besojmë ne? Nuk ka best për mendimin tim. Nuk ka best. Po unë mendoj që mendimi im është i gjithë shqiptarëve. Të gjithë shqiptarët nuk kanë pensione, nuk kanë ilaçe, kanë ilaçe skaduara, nuk kanë shtretër spitale, nuk marrin shërbim. Qa besë, si do t'i bëj ky gjithë to për 90 ditë? Dhe kur ky i bëga për 90 ditë, gjithë to veprime, pse si ka bërë për 14 vjet? Kush ka qenë arsye? Glabrimi që ka bërë Shqipërisë. Qa do t'i bëj? Bishporës që është bërë me dokumentat falsifikuara dhe sot e kësaj dite nuk veprohet. Nuk e jeton as prokuroria posaçme, as qeveria, as kush. A është ta bëjmë proces për paveshmërinë e marrjes së atyre pronave nga avokatura e shtetit, se ka detyrim, po bëjmë mbi 60 ditë protest. Që protestohet për Zvërnecin, protestohet për Bishporën, protestohet për pronat e grabitura. Kemi një padi, kemi dëgjuar gjë që të hapet një padi për Zvërnecin. Jo, pse? Sepse aty janë grabitja që të dyja palët politike i kanë bërë vend SPAK-u, për çështjen e Zvërnecit ka planuar publikisht SPAK që ka një hetim të mirëfillt, sepse mediat ndërkombëtare gjatë kohës që nisën protestat, i kishin dërguar pyetje masive avokat, CNN-i në Londër, The Times-i, edhe e pranojnë që për çështjen e Zvërnecit ka hetim të mirëfillt, për Sazani dhe për Kushneri nuk ka sigurisht, po kjo pjesa tjetër duket se po hetohet. A se ku do shkojë hetimi deri ku arrin pikat që kap, këtë nuk e dim ne. Këtë e din ata burrat që kanë ndorë këtë dosja. Dhe për to besoj bjem dakord avokat. Qofse do ketë hetimi është bërë. Besoj Karanja e di shumë mirë që prokuroria e Tiranës ka një dosje eksploziv që mund të minojë jo vetëm Zvërneci, po gjithë Shqipërinë, gjithë pronat e Shqipërisë të grabitura. Ka mbi 2000 përgjime që kanë dalë zyrtarë shqiptarë për mënyrën se si manipulojnë pronat. Po a intereson prokurorisë posaçme kjo gjë? Jo, pse? Sepse është në lojë sistemi bankar shqiptar, që mund të nxjerrë gjithë pisliqet e atyre prokurorëve që janë mbuluar në proces vettingu në bashkëpunim. Pra ne këtu kemi një sistem korruptiv nga prokuroria deri te përfituesi pasurisë, sepse përfitues tu kemi sistemin bankar, kemi personat veshur me pushtet, kemi kryeministrin që ka fshehur lekët nëpërmjet personave të tjerë, kemi ish kryeministrin e mëparshëm. Pra ne këtu kemi bashkëpunim. Dhe nëse do kishte vullnet që Zvërneci po hetohet, do të ishte sekuestrohet, edhe pastaj shohim ne krijojmë atë hapin e besës. Ne edhim besën, pra sistemi po funksionon. Ne e qartë. Faleminderit. Se kemi këtë ne, sepse ne kemi Limionin në Saran, që është vendosur dhe sekuestro nga gjykata, dhe gjykata është e lartë, thotë që është cënuar siguria kombëtare,
dhe gjykata kushtetuese të njëjtën gjë dhe thonë që Bardhyl Koçaku dhe ministrja Olta Xhashka kanë cënuar sigurinë kombëtare dhe marrëdhënie me NATO-n dhe a kemi akuzë deri më sot nga kjo prokurori? Dhe pse nuk kemi? Sepse me urdhra politike shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Ktu kemi glabërim të pronave të shqiptarëve në bashkëpunim. Ja bërpis dhe ata prokurorë që nuk e jetojnë dhe nuk vendosin sekuestër. Dhe kur vjen puna për ndjekjen një qytetar se si ka vajtur, ka punuar duke mbledhur ullin lekët në Greqi, nuk i fusin dot sistemin ton bankar se kërkojnë llogari. Ku i gjete? Kështu kjo është ajo që është e rëndë. Dhe nëse duan e ka hetuar prokurori Armand Gurakuqi me oficerin Emror Kasa, e ka një dosje atje Sajn Malega. Dhe din shumë mirë se si është përfituar prona. Nëse nuk e kanë, e kam unë. Asnjë media në Shqipëri përveç jush nuk interesohet për këtë dosje. Nuk interesohet. I kam 2000 përgjime që janë shkatrim për gjithë sistemin. Si mirë prokurori. E di shumë mirë prokurori çështjes që heton në SPAK që ajo dosje ekziston. Se me urdhër të ish prokurorës përgjithshme është dyshuar prokurori konkluzione përfundimtare. Nuk e jetojnë sepse këtu kemi interesa të ngushta. Këtu kemi ndikime për kaluar vettingun për të përfituar nga reforma në drejtësi dhe kjo është reforma. Kjo është besimi që duhet t'i japim ne. Zvarritje procesi, hetim selektiv, hetim e urdhra politik. Nuk mund t'jetë drejtësia telekomand duart e një politikan. Se është e rrezikshme, presidenti i rrezikshëm. Ne e qartë. Faleminderit Langozi. Tani reflektime vërtet Besa sipas jush Karanja apo siç ndodhur rëndom që pushtetet kërkojnë të mbajnë kontrollin, pra kjo lidhet me konceptin e rilindjes 2.0 sipas kryeministrit dhe thotë transformimi fizik i vendit ka mbaruar, tani duhet transformimi i marrëdhënies mes shtetit dhe qytetarit. Tani para se të dalim për qëllimin e kësaj, neve do bëjmë një interpretim gramatikor të fjalës besë. Pra pse lidhet Besa? Se ka pas pabesi. Pra, këtu ka pas pabesi lidhet Besa, se kur e punët mirë, s'ke pse jep dhafin tjetër. Çka tregon? Që gjithë kjo pabesi, pra kanë drejt protestuesit që protestojnë për gjithë pabesin që është bërë popullit shqiptar për 36 vjet. Pra, populli shqiptar është grabitur, kemi një sistem gjyqësor të shkatruar, janë investuar nga paratë e popullit shqiptar $400 milion të cilët janë bërë për qenefe, për me bojë qef në ndërkombëtarët dhe kombëtarët, u morë nga 36.000 euro në rrugë. Kemi spitalet e shkatruara. Sa do propagandë bëhet, spitalet i ke të shkatruara. Nuk ke mjekimet bazë. Kur shkon në spital, duhet morësh te farmacia përballë. Ke rrugët me çmim të lartë. Ke patronazhistët në vende pune kryesore. Të provuara këto në vendime penale. Konkretisht, Daniel Shima, po marrin te Akshi, nga shofer u bë zvënës drejtor. Drejtoreshe postës Ndurrës. Pra si u vun këta njerëz? Kemi drejtorin e rrugëve që është në burg për rastin e dosjes Ballugu, zotin Berberi. Pra kemi të gjithë personat të vendosura në vende pune që janë patronazhist, ose janë personat të cilët i ve shefi aty dhe bajnë burgun. Pra i vën bo 5 vjet burg dhe e bajnë burgun këta. Absolutisht këto gjëra duhet të ndryshojnë. Shqiptarët janë vjedhur, janë grabitur, vendet e punëve, sidomos në vende të tilla kryesore, duhen profesionist dhe jo patronazhist. Sepse këto i kanë larguar Shqipërisë, e kanë larguar gjithë shqiptarët që i kanë larguar. Pra, fakti që ka çështje penale dhe titullarët e tyre po procedohen penalisht, tregon që në vendet e punës në Shqipëri nuk vjen profesionist, po vjen hajdut. Pra, qëllimi i shtetit është që të vijë sa më shumë hajdut që të vjedhin sa më shumë. Lidhe me procedimin penal që tha dhe zoti Langozi, po është e vërtet, SPAK-u duhet në mënyrë të menjëhershme të tërheq nga arshiva e Lundrës procedimi penal numër 3146 të vitit 2008, sepse përgjimet nuk janë azësuar, pavarësisht se është urdhëruar me vendim gjykate. Ti bëj transkriptet, ato po transkriptojnë skaj ECC-n që kanë besim tek të huajt, dhe kur vjen puna tek çështjet tona që janë grabit pronat, SPAK-u fle gjumë. Duhet çohet nga gjumi, shkoj ta marrë atë dosjen. Nëse i ka hyrë çështjes së zvërnesit tamam. Nëse si ka hyrë, merret me çështje jo, bleu ky para droge bleu atje. Neve kemi prioritare vjedhjen e pasurisë të kombit shqiptar. Dhe paratë e drogës janë veprimtari e palishme, por duhet merret me kush ka grabit pronat, kush ka vjedh tokën nga pish poroja që thot Langozi.
Çdo studio Langozi që ka folka, por studia juaj është duhet përgëzuar, është ata që nuk i censuron gjërat dhe thot të vërtetën. Kush i ka grabit pronat e Bregdetit shqiptar? Është ajo dosje shkon e merri. Nëse doni me zbardh, nëse doni me bë fjalë gjëra të tjera, vazhdoni vendime nga 800 faqe që si lexo kush. Ata ka spakundor, domethënë e ka lehtësim procedurale për ta bërë. Çfarë lidhje ka? Është koha e kthimit të këtyre pronave, lidhet me personat që i kanë përfituar të prona. Edhe lidhet edhe me ndryshimin e ligjit të zonave të mbrojtura, se këto janë zona të mbrojtura. Pse e bleve ti kur është zonë e mbrojtur? Pra se dihet që në një zonë mbrojtur ka qenë ligji që nuk ndërtohet. Pra kemi lobimet, mas lobimet e kjo ngjarje zbarret në mënyrë të drejtpërdrejtë. Pse? E lidhen dhe kemi diskutuar edhe herë tjetër. Ligji për zonat e mbrojtura bën nga Ministria e Bujqësisë, nga Ministria e Mjedisit, nga profesionistë. Dihet që zona e mbrojtur spreket. Çuti trish i ditë bukur vere, tank i grup deputetësh ndryshon ligjin. Dhe këto na lën dyshimi që këta e morën pronën dhe një ditë bukur, prona është e jona dhe nga zonë e mbrojtur u kthyen në zonë ndërtimi. Pasuria të shkojë aty ku i takon. Qofse është pronë shqiptarëve, të merret pronë shqiptarëve. Mjaft më me grabitjet e pronave të shqiptarëve. Duhet të hetohet çështja dhe duhet seriozitet në hetimin. Nëse s'ka, le të merremi masane dhe arrestohen provokarit të Rupës, ndërkohë që është një çështje tjetër. Çështja e Zvërnesit duhet verifikuar dy gjëra kryesore. E para, kujt është prona, është e shtetit ose e privat ose e privati tjetër, kjo duhet dalë para dhe dyta si kanë lëviz paret. Dhe duhet verifiku libri që diskutohet, ai libri Albanian Files, që të shifet që personat që kanë bërë projektet kanë apo jo lidhje korruptive me zyrtar. Te rasti Arben Ahmeta çështja është zbarur mjaft qartë. Te rasti Arben Ahmeta thotë që kur ti pi kafe, shkon në hotel, të paguajnë biletat e neshjeve nga kompania përfituese ti ke vepër penale. Atëherë verifikoni Evropën, ja ku i keni partnerët. Siç po arrestoni shqiptarët me Sky ECC që janë mush burgjet plot, thuani partnerëve ku kanë qenë këta që kanë pi kafe, se kanë qenë në Holland, Francë dhe Belgjik, në Monte Carlo. Këto janë vendet që janë takuar. Pra neve siç jemi korrekt me ndërkombëtarët që i mushën burgjet plot me Sky ECC, duhet merremi dhe me pronat tona, sepse këto kanë lidhje në mënyrë të drejtpërdrejtë. Ç'lidhje ka projekti që duhet të hetohet në mënyrë të veçantë? Duhet diskutohet çmimi i projektit. Projektet kanë qenë me çmime të kripura. Okej? Duhet shifet këto çmime duhet të krahasohen me mënyra paralele dhe me partnerët ndërkombëtar. Siç po arrestojmë shqiptarët po llogarit të drogës, se droga shkon nga Ekuadori në Evropë, po i arrestojmë po llogarit të atyre, ne? Tash edhe ne duhet të procedojnë këta persona, këto kompani, kanë apo jo akte korruptive me zyrtarët shqiptar. Kjo është shumë e rëndësishme dhe kjo është zbarret ngjarjes. Toka, lidhjet dhe çështja e zbardh. Sipas asaj që është diskutuar edhe nga ana e kryeministrit, shkurtimisht me Ju Karandxha pas e kaloi tek Langozi, domethënë shqiptarët po kërkojnë më shumë mirëqenie pasi le të themi nevojat bazike janë krijuar tashmë dhe protesta ka ardhur si rezultat i zhvillimit të vendit. Edhe tashmë shqiptarët kërkojnë më shumë. Pra, sipas jush qëndron kjo si pretendim? Jemi në këto kushte? Është një pretendim politik. Po praktikisht shqiptarët po ti shohim me drejtën ose më saktë në këndvështrimin krahasus, çfarë kanë shqiptarët? Jo, nuk është zhvillim. Nafta në Shqipëri është më e shtrenjtë se në Greqi. Greqia është vendi i Bashkimit Evropian. Rrugët në Shqipëri janë më keq se në Greqi. Shikoj. Kosto është e njëjtë, këtu rrugët janë cop, atje rrugët janë shumë mirë. Çmimet e perimeve, frutave, ushqimeve janë shumë më të larta, qoftë Kosovë, qoftë në Maqedoni, qoftë në Shqipëri. Karburantet janë cilësi më e dobët se sa është në vendet e tjera. Çka tregon që këtu nuk protestohet vetëm për këtë, po protestohet sepse ne po jemi para një situate që çmimet janë të larta, pra nuk është se po protestojmë nga luksi. Këtu po bëhet jetesa e pamjaftueshme dhe me rrogën që siguron ti nuk mund të hash bukë, s'mund të jetosh në Shqipëri. Prandaj nuk është kaq që është më e gjerë. Pra nuk është se po protestojnë nga luksi, absolutisht jo, ose ka arrit një stat. Shqiptarët shqyqy që u ngritën, sepse ne në për studie kemi diskutuar, kemi kap shumë probleme, siç po i grem dhe tash, është ngritje dhe është pozitive. Janë shkaqe tjera, janë shkaqe ekonomike, zbrazja e vendit dhe Shqipëria po shpërbëhet. Me ecë me këtë trend nga 2018 që është marrë pushtetin nga Edi Rama sot dhe mas 10 vjetësh i bi që Shqipëria të gjetet 900.000. Edhe do vi një ditë që shqiptarët do jenë minoritet se do ketë huaj me këtë trend. Pra po ecim me këtë trend,
Pra, po ecim me këtë trend që po ikën, po largohen shqiptarët nga Shqipëria, ne do ngelen shqiptarët, do ngelen minoritet. E kuptoj, faleminderit Karanja. Sipas jush, Langozi, jemi përballë kësaj që unë i bëra dhe pyetje në Karanxhës, kuptimi që ka një lloj, le të themi, mirëqenie në Shqipëri dhe po proteston për më shumë mirëqenie, pra si thua, kam një Benz të 2020-s dhe dua të marr një të 2025-s apo 2026-s, dhe atë përputhet riformulimi politik Besa, pra si një pasqyrë reflektimi i këtyre 2 muajve nga deklarimet fillestare në raport me protestin që ka shërbimet tuaja agent terroriste tira me radhë? Që ta analizojmë. Qofse ne do kemi mirëqenie, atëherë lind pyetja, sa është minimumi jetik në Shqipëri? A kemi një ligj ne që të kemi një minimum jetik? Jo. Sa është ndihma ekonomike në Shqipëri? A kemi? Është 10-15.000 lekë, 20.000 lekë vjetra. A që është ndihma ekonomike? Pra kjo është mirëqenia, ka që vlerëson ky që kemi mirëqenie. Sa është pensioni një kooperativist? 80.000 lekë vjetra. A mundet një pensionist jetoj me 80.000 lekë? Sa është qeraja në Tiranë? Është 1.000 euro. 500 euro është minimumi shtëpia në periferi. Atëherë, sa është rroga? A i del një personi të një rrogë, një familje të ketë marrë një pagë për një qera? Jo. Sa është një banes që ta blej një qytetar në Shqipëri? 150.000 euro. Do të punoj 2 jetë të blej një shtëpi një qytetar. Kjo është mirëqenia që është rritur. Pra njerëz për këto protestojnë. Protestojnë për ilaçet, protestojnë për spitalet. Mirëqenia më po shikoja Osman Stafën para se të vija këtu, edhe thoshte që s'ka skaner spitali, s'ka grafi, është prishur ajo pajisja që dëmton gurët në veshka, që i pastron. Pra ne s'kemi spitale më. Ne që këtu do të fillojmë të spitalet. A ka spitale Shqipëria që të kemi mirëqenie ne? A ka shtretër Shqipëria që të kemi mirëqenie? A janë zbatuar kontratat në shëndetësi, në infrastrukture, kudo? Po normal më mirëqenie thot ai. Mirëqenie sepse Belinda Balluku ikën me Benz 500.000 euro drejt llogaras dhe bën me kap në bas në makinë se është shumë e zënë me punë. Edhe nga ana tjetër kryeministri i Shqipërisë ka mirëqenie sepse ikën me eskort çdo ditë në Surrel. Dhe normalisht kishte edhe kompani avionësh privat, Air Albania. E përdorte vetëm kryeministri. Kishte edhe ka dhe 2 satelitë që nuk e dim se ku janë. Që janë glabëruar fondet. Po normal në mirëqenie do ketë ai, sa i s'di ku ka lekë. Ndërkohë ajo nëna me atë fëmijën atje shkon edhe s'disi të shty muaj. Nuk ka lekë për të paguar energjinë ajo. Edhe ky na pas ka mirëqenie, në shtritur mirëqenia. Ç'mirëqenie më, kur kemi popullsia jon janë pensionistët më shumë se sa të rinj në Shqipëri dhe të gjithë e dim që pensionet janë shumë minimale. Kemi prindër më. Ne kemi prindër, ne shkojmë çdo gjë bëjmë me pagesë, çdo vizitë me pagesë, çdo analizë bëjmë me pagesë, kontribojmë ne sepse ata me pensionin e vet nuk ju del as për kafe, jo më për ilaçe. Mirëqenie kemi ne këtu, pse nuk e dim ne, s'kemi të afërm tanë ne që t'jenë Itali, t'jenë Greqi, mënyrën si jetojnë, si janë shërbimet atje. Ne dim shumë mirë si funksionojnë mekanizmat shtetëror në një vend të Bashkimit Evropian. Mirëqenie do kemi ne kur s'kemi infrastrukturë, ne s'kemi trena. Jemi vetëm vend në Europë që s'kemi tren në Shqipëri. Do kemi ne mirëqenie kur nafta është 2.000 ca lekë, edhe ne se marrim as sasi as cilësi. Pra kjo është ajo që na tregon ai mirëqenie. Normal mos ai jeton në luks, në zullum, aty nuk i bën përshtypje ajo nëna, ai kujton sikur ai është duke u tallur apo e kanë marrë disa se i ka të gjitha hallet e zgjidhura se ka zgjidhur ky, edhe atë kanë përdorur se ai s'merr vesh. Pra këto 2 janë arsyet. Nuk e di ai që ajo s'ka bukë në darkë për të jetuar, për t'i dhënë fëmijës vet. E qartë. Mirë. Me sa duket këto janë gjithë diskutimet cilat dalin si refleksione mbi atë se çfarë ka prodhuar kjo protestë e cila zhvillohet tashmë prej 2 muajsh, që sigurisht ndoshta me një tjetër narrativ
kundërshtimi nga ana e qeverisë në nisje të kësaj proteste, edhe me një tjetër narrativ tashmë nga ana e qeverisë, pikërisht mbi pika të dala si kërkesa të drejta nga ana e protestuesve, të cilët qëndrojnë poshtë zyrës së kryeministrit prej afro 2 muajsh. Tashmë, se çfarë do të prodhoj Besa? A do ja japin shqiptarët besën Ramës apo qeveria besën shqiptarëve? Kjo është një pikë pyetje dhe ndoshta mbetet për të parë dhe analizuar se çfarë realisht do thot Besa në mandatin e 4 qeverisës në raport me gjithë shqiptarët.